Edhe të dashur miq, ashtu siç e paralajmërova, në Fakultetin Vllazhe Konevski në Shkup së fundmi është mbajtur një tribunë shkencore me temë gjuha dhe kultura, aktivitet ky që mlodhi studiues, profesor dhe njohës të albanologjisë për diskutuar mbi sfidat dhe perspektivat e gjuhës shqipe në vendin tonë. Për të diskutuar më gjerë se çfarë u tha dhe se sa është i rëndësishëm ky aktivitet të mbahet çdo vit dhe jo vetëm një herë kuptohet, ne në studio kemi edhe shefin e katedrës të gjuhës dhe letërsisë shqipe, zotri Ismet Osmani, ashtu siç e paralajmërova paraprakisht. Përveç kësaj ngjarjeje, ne do fokusohemi më shumë sigurisht që edhe te katedra e gjuhës dhe letërsisë shqipe për t'u njoftuar të gjithë ata maturantë që ende janë në dilema se ku të bëjnë regjistrimin e tyre për studime. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Aida, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku. Faleminderit edhe për paralajmërimin që bët. Katedra veç se dihet një kohë të gjatë, domethënë, sidomos vitet e fundit është në vazhdimsi, është në vazhdim në aktiviteteve dhe çdo aktivitet ne bile e kemi komunikuar edhe me mjetet e informacionit, të paktën për të na ndjekur dhe kuptohet duke filluar që me 50 vjetorin që e kishim një seminar jashtëzakonisht ku me mbi 50 pjesëmarrës nga gjitha trojet shqiptare që morën pjesë pikërisht që u ndërlidh edhe me 50 vjetorin e katedrës, por edhe kuptohet bëhet fjalë edhe për kongresin e drejtshkrimit, po edhe kongresin e manastirit që ishte jashtëzakonisht një ta quaj kështu jashtëzakonisht e mirë, domethënë një konferencë. Pastaj vazhduam vitin e dytë me një konferencë shumë interesante kushtuar veprës, jetës dhe veprës së Luan Starovës, akademik Luan Starovës dhe romaneve të tij. Pastaj vazhduam me veprimtarin letrare të poetit përfëmi Mehmet Ali Hoxha. Kuptohet në vazhdimsi ke pasur aktivitete, kjo aktiviteti i fundit ishte, domethënë kishte të bënte edhe me përkthimin, si një fushë jashtëzakonisht interesante, sidomos në Republikën e Maqedonisë Veriut, po kishte të bënte edhe me sa ne përkthejmë, domethënë sa është e përkthyer letërsia shqipe dhe maqedonase, anasjelltas, domethënë, kryer një reciprocitet. Dhe pikërisht në këtë tribunë ta quaj u fol shumë gjëra shumë interesante, përveç kësaj ishte edhe gjuha standarde dhe përdorimi i saj në institucione, sidomos gjatë përkthimit gabimet me të cilat ne shpeshherë jemi dëshmitar për të cilat edhe bëhen. Dhe pikërisht kjo ishte temë shumë interesante. Vitin e kaluar me 22 nëntor, kur ishte edhe domethënë një datë shumë interesante për kulturën tonë kombëtare, dita e alfabetit, studentët e vitit parë, studentët e katedrës gjuhës dhe letërsisë shqipe bën një shfaqje jashtëzakonisht të mirë dhe në këtë rast para spektatorëve tuaj, bile shfrytëzoj drejtën ta përshëndes drejtorin e teatrit shqiptar Hismet Ramadani, i cili jashtëzakonisht na ndihmoi që caktoj një regjisor për t'i përgatitur studentët për të qenë një shfaqje jashtëzakonisht e mirë dhe shumë bukur doli. Pastaj ne vazhdojmë aktivitetin me këtë shfaqje në gjimnazin Zef Lishmarku, që gjithashtu doli shumë bukur, për t'i argëtuar të paktën edhe për të parë edhe nxënësit e vitit të 4-3, të gjitha viteve, që ndoshta do të nxisim interesim tek ata për të studiuar edhe atë të cilët e kanë pasion. Po, kanë pasion gjuhën dhe letërsinë, pse të mos i motivojmë që të regjistrohen në katedrën tonë. Që do të thotë, ne shpesh herë flasim për profilizime, sidomos kur ofrojmë programet tona studimore, ne flasim për profilizime dhe pyetja e parë që na bëjnë, profesor, ku do të regjistrohemi ne? Ja një shembull jeti. Ju jeni për shembull Aida, sepse po që se kryen gjuhën dhe letërsinë nuk do të thotë se do të jesh i kufizuar vetëm do punosh në arsim. Jo, ke hapësira, do punosh redaktor gjuhësor, do të punosh përkthyes, do të punosh në mjetet e informacionit, ka punë, domethënë, gjendet punë, po vetëm a don të punosh. Është profesion që të hap shumë rrugë pastaj, dhe jo vetëm në arsim, ashtu siç e thatë. Po shtëpi botuesit, mjetet e informacionit që përmendëm edhe tani, po redaktor gjuhësor në shtëpi botuesit gjithashtu mund të punësohet edhe si redaktor gjuhësor. Edhe angazhime shtesë pastaj edhe në portale të ndryshme dhe. Po gjithkund, domethënë, vetëm sa do të jesh kreativ, ta duash profesionin tënd dhe t'ja gjesh vetes punën. Definitivisht. Profesor, të kthehemi te tribuna, nga kumtesat e prezentuara, cilat çështje do lënë si më urgjente në gjuhën shqipe sot?
ishte shumë interesant për arsye se u fol për përkthimi, sidomos për përkthimet letrare, sepse edhe këtu në Maqedoni kemi një traditë jashtëzakonisht të mirë të përkthimeve. Domethënë, mund të them se të nisem nga Ismail Kadare me generalin e ushtrisë së vdekur të përkthyer shumë herët, domethënë nga Adem Gajtani. Pastaj kemi një numër, një gamë të gjerë të përkthyesve në gjuhën nga shqip në maqedonisht, po dhe ana sjelltas, për shembull duke filluar nga profesor Xhevat Gega, Xhabir Ahmeti, Agim Leka. Kohën e fundit unë përktheva një përmbledhje tregimesh, tash për laftë për treguar se është një libër jashtëzakonisht i mirë, përmbledhje tregimesh të një shkrimtari të ri, domethënë është edhe profesor i letërsisë krahasimtare për Vladimir Martinovskin, dhe unë pata rastin që pikërisht jeni përkthyesi në gjuhën shqipe. Po, nga maqedonisht që janë në shqip një kështu përmbledhje tregimesh të shkurtra, domethënë jashtëzakonisht të mira. Veprohet, punohet në këtë drejtim që përmes letërsisë të njihemi, domethënë dhe pikërisht kumtesat ishin një ndër të ishte edhe kumtesa Agim Lekës, se sa përkthejmë nga njëra gjuhë tjetrën dhe përmes përkthimit sa njihemi në mes veti përmes kulturës qoftë maqedonase, qoftë shqiptare. Qartë. Me sa e ndjej ka unë në rrjetet sociale dhe sa e parë sa është shkruar, kishit përmendur edhe nevojën për ruajtjen e sistemit rasor. Sa e rrezikuar është sot struktura e gjuhës standarde, profesor? Po, midis tjera shumë fol edhe për çështjet e karakterit gjuhësor, domethënë sepse ishte sa përkthimet ndikojnë në gjuhën e sotme shqipe, sa përkthimet janë të mira, ku janë gabimet të cilat shpesh herë ndodhin. Megjithatë, që në shkollë fillore, duke filluar nga klasa e pare, dyte, e tredin, të pesën, po dhe prej të gjashtës, në vazhdimsi mësohet gjuha shqipe dhe nxënësit kam bindje, po dhe arsimtarët, cilët u mësojnë, i edukojnë, ta duan gjuhën dhe ta duan letërsinë. Gabimet janë të mundshme, është folur, sidomos ja që e përmendet dhe ti shumë bukur, është folur për rasën gjinore që nuk është e rrezikuar, po kuptohet në ndikimin e gjuhëve kur përkthen mund të ndodhë. Për shembull, janë gabimet të cilat shifen edhe janë të dukshme. Duke shkuar rrugës Tiranës, rrugës për në Tiranë, dikun ka Librashti, atje shkruan fabrika tullave. Këtë qartë, më të mungon një e, se fabrika është fabrika e tullave, ose të shkosh këtu në qendër, ose në qendër të Tiranës shkruan mulliri vjetër, do të thotë mulliri i vjetër. Megjithatë janë këto gabime të cilat me vërejtje, me sugjerime mund të profesor, më fal se të ndërprej. I konsideroni pak si trend i kohës këto gabime, ose sepse të rinjt dinë ndonjëherë qëllimisht ja shkalojnë disa shkronja dhe disa fjalë që vërtet mungojnë, por që i duken më trend ndoshta me kohën. Megjithatë, mulliri vjetër, për shembull, jo pse jo mulliri i vjetër, ashtu si duhet. Parasysh si quhej trend, unë e quaj kështu edukim parësor të drejtë të mësimit të gjuhës shqipe. Mund të çfarëdo mënyrë, sidomos të rrit në mjetet e informacionit apo në rrjetet sociale, shpesh herë them e kupton atë që e ke shkruar pas 3 ditësh. Nuk e kupton sepse shkruan keq. Këtë qartë, megjithatë ne nuk merremi me ato që është personale, por ajo që është publike duhet të kujdesemi sepse është gjuhë kombëtare dhe duhet të ruhet në vazhdimsi, duhet të shkruhet drejt, kuptohet me ndihmën e gjithë atyre që punojnë, që merren me gjuhën dhe letërsisë, sidomos duke filluar nga shkolla 9 vjeçare e deri në gjimnazi dhe në fakultet, sidomos ata të cilët japin. Në fakultetet ndryshme këtu në Republikën e Maqedonisë nuk është e përfshirë gjuha e sotme shqipe, domethënë nuk është e përfshirë, megjithatë përmes shkrimit akademik, se shumë fakultete kanë edhe shkrimin akademik, të paktën mund të mësohen se si të shkruhet në mënyrë të drejtë në gjuhën e sotme shqipe. Të paktën në vende publike, ashtu siç e thatë, sepse ndryshe është kur shkruhet një individ në profilet e tij në rrjetet sociale, ndërsa megjithatë në publik gjuha shqipe duhet të ruhet, domethënë gjuha duhet me gjithë rregullat e saj, duhet të ruhet, të shkruhet në mënyrë të drejtë dhe të komunikohet në mënyrë të drejtë, pa marrë parasysh ku gjendemi. Po përkthimi, profesor, sa rol të veçantë ka? Përkthimi e kam thënë disa herë që përkthimi është një artizanat dhe ka kod, domethënë ka kod kulturor dhe gjuhësor. Të gjithë ata të cilët merren me përkthim duhet është kërkesë, domethënë parësore që të njoft 100% edhe njërin edhe tjetrën. Është problem, që thash edhe më parë, artizanat, domethënë kombinohet edhe arti edhe zanati.
duhet të jemi shumë të kujdesshëm se nga gjuha të cilën përkthejmë ne bijem në ndikimin e gjuhës. Po megjithatë, mendimin e redaktorit gjuhësor ne mund ta kthejmë tamam në mënyrën e duhur dhe kuptohet tani se shpesh herë thotë a përkthejmë tekstualisht dhe sa do të jemi besnik ndaj përkthimit apo do të përshtasim nga një gjuhë në një gjuhë tjetër. Dhe gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm si shkruajmë, çfarë shkruajmë dhe si përkthejmë. Kupton dhe sa megjithatë nuk është se shpesh herë a mund të përkthej edhe unë a mund të përkthesh edhe ti jo. Nëse ke pasion, nëse e don, mund të përkthesh bukur. Pa marrë parasysh profesionin tuaj, mund të përkthesh. Po nëse jo punë zori që e thuam se shpesh herë e thot shumë bukur Vedat Kokona një përkthyes jashtëzakonisht i mirë dhe thot ka përkthyes që përkthejnë nga halli dhe ka përkthyes që bëjnë përkthime nga malli, domethënë që përkthejnë nga malli ose përshtasin nga malli, domethënë kuptohet se janë jashtëzakonisht përgatitur dhe e njohin mirë gjuhën dhe e punojnë punën e përkthimit me pasion, me dashuri, po për të përkthyer. Po, kur jemi të përkthimi, sigurisht që kohëve të fundit, mjetet e informimit kanë ndryshuar krahas 1 ose 2 dekade më herët, kuptohet, tani kemi edhe inteligjencën artificiale që shpesh përdoret edhe për përkthimet ndryshme. Sa mendoni profesor që mund t'i humbë vlera edhe roli përkthyesve të mirëfillt kur tani më jetojmë në një botë të teknologjisë? Ne nisëm parës nuk e tham të plot pyetjen që ma bët lidhur me përdorimin e rasave, përdorimin e trajtën e shquar të emrave personal. Vërtet vëren një pakënaqësi dhe kur e dëgjon sepse merresh për ditë me atë punë dhe Bush ose ku të diun Clinton ose takoj atë jo, Clintoni takoj, Bushi takoj, jo Clinton ose pa marrë parasysh tash po supozoj këto emra po i përmend. Emri duhet përdoret në trajtën e shquar. Këtë qartë, duhet përdorën trajtën e shquar, ashtu si e kërkon rendi i fjalëve në fjali, jo në atë formë të gabuar. Përkthimi këtu në Maqedoni, domethënë, ne përpiqemi të jemi korrekt në gjitha përkthimet që na paraqiten. Këtë qartë, po tani jo të gjithë e duan atë zanat, po që tash edhe më parë dikush nga halli, dikush nga malli. Ne përpiqemi të jemi korrekt, përkundër asaj se kemi bë shumë aktivitete, sidomos në bashkëpunim ton me katedra jonë, në bashkëpunim me agjencinë e zbatimit gjuhës. Kemi punuar jashtëzakonisht mirë, sidomos në përgatitjen e kuadrit në për institucione që merren me përkthime. Edhe vitin e kaluar, po dhe si vjet, kështu një 5-6 vjet më duket me radhë, ka pasur punonjës, domethënë në punës në për institucione ndryshme këtu në Republikën e Maqedonisë, cilët ne edhe unë kam qenë një ndër ata që kemi qenë të angazhuar dhe ju kemi ndihmuar në përgatitjen e përkthyesve problemet me të cilat ata përballen, se ka shumë, sidomos problemet terminologjike janë shumë të ndjeshme dhe ne në vazhdimsi kemi qenë në kontakt me të, me agjencinë e gjuhës, për t'i mësuar dhe për t'i përgatitur që të mos ndodhin gabimet të tilla që donjëherë edhe duken edhe qesharake. Po për fat të keq që shumë shpesh po përdoret edhe inteligjenca artificiale, ChatGPT, nga të rinjët për përkthimet ndryshme, për ndihma të provimeve, shumë shpesh ju besoj që edhe e vreni edhe tek studentët. Si do është e vërtet, por megjithatë redaktura gjuhësore patjetër dora e njeriu të merr në dorë. Patjetër. E dini pse? Vërtet ndihmon, se shpesh herë unë shoh më bie që shpesh të lekturoj tekste të fushave të ndryshme, tamam duket se ka përkthyer nga Google Translation, nga Google. Që do të thotë e vërene? Po, vëret, tani unë jam marrë shumë me përkthime dhe i shoh shumë gjëra që tamam e shoh fjalin që është përkthyer, tamam e din nga cila gjuhë është përkthyer. Besoni që shpesh u atërheqin vërejtjen, do thënë rendin e fjalëve në fjali, duket, sepse aq lehtë kthehet nga maqedonisht shqip dhe shqip, domethënë aq lehtë kthehet ose nga anglishtja. Merret i jepja Google, ta kthen fantastike, sikur e ka shkruar ti. Ke qartë pa asnjë gabim. Duhet pasur kujdes, jo gjithmonë edhe ChatGPT, po edhe Google të jep informacionin e duhur. Ka situata kur të del qesharake teksti, prandaj duhet shikohet mirë. Zanafilla sigurisht. Çfarë ndodh të lektoroj një tekst të një autori, se shmeren se cili është, edhe para se të ta sjell
ta lektoroj unë, tha, ja kam thënë ChatGPT-s dhe më duket se ka dalë shumë bukur. Besoni se shumë gabime, dikun ati kam ndjerë, si folje, thot, i ndjeri ka dalë, i vdekur faktikisht. Edhe jo vetëm përmenda këtë si shembull, por ka dhe shumë shembuj të tjerë të cilët ja kishte ta pak. Ndoshta formalisht mund ta je, por në thelbin dhe zanafillën se si duhet janë fjalët e renditura, është e vështirë, ndoshta që gjendet. Redaktori gjuhësor patjetër duhet të jetë ta lektoroj tekstin, ta redaktoj tekstin, nuk mund ta përkthej për shembull, mund të marrish për shembull një poezi të Lazgush Paradecit apo cili do poetë tonë, gjarë për rushe, e ke pak problem, patjetër duhet jetë përkthyesi ati për t'ja dhënë formën e duhur tekstit, ose vargut. Patjetër duhet jetë njeriu ati që duhet t'ja jep formën e duhur tekstit, ose kuptohet ose edhe vargut. Është interesante, nëse hyn në këtë botë, pastaj çdo gabim mund ta shohësh, në çdo rrugë, në çdo vend. Po, shif, kuptohet se është një fushë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kërkon përkushtim. Vërtet duhet përgatitur mirë, duhet parë mirë. Duhet parë me pasion, me dashurinë të gjuhës. Nëse kur një punë kështu në mënyrë formale, shkele shko që themi, kuptohet se nuk do të del mirë. Nuk do të del mirë. Të kthehemi pak edhe tek roli katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sa rol ka sot në shoqërinë tonë, profesor, dhe si e shohin shoqëria jonë? Po shikoj, ajo mbetet një ndër institucionet të rëndësishme për përgatitjen e kuadrit, sidomos në gjuhën shqipe, arsimtarëve të gjuhës shqipe, të gjuhës dhe letërsisë, duke filluar nga klasa e 6 deri në vitin e 4 në gjimnaz, dhe përkundër asaj që shpesh herë kam thënë se katedra ka qenë një ndër institucionet më të vjetra këtu në këtë trojet tona, duke filluar po dhe nga Feriza e poshtë, po nga Lugina e Preshevës, nga Mali i Zi, katedra ka përgatit në vazhdimsi, këta 50 vjetë sa ekziston, ka përgatitur kuadër thuaç për një territor më të gjerë. Dhe vazhdon të përgatis, kuptohet se fakultetet e filologjisë tani mund të them se janë në krizë për arsye se një numër shumë i vogël shkon dhe regjistrohet në gjuhë ose në letërsi, sepse është një rregull e pashkruar, të gjithë janë të interesuar të studiojnë qoftë informatikën, shkencat e teknikës apo ekonomik dhe juridik. Ne përpiqemi për të bërë punën tonë, për të ftuar studentët ata të cilat duan, ja po flas si vitin e parë, e kemi një grup studentësh jashtëzakonisht të mirë, sepse kanë ardhur me vetë dëshirë. Besoni kemi nga Struga, nga Resnja, sa mirë. Po, kemi nga Kërçova, i kemi të përzirë të gjitha qytetet këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Besoni, është një grup jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i përgatitur që ka ardhur me dëshirë për të studiuar gjuhën dhe letërsinë. Besoni, kemi nxënës që ka kryer mjekësinë, edhe më është paraqitur që dua të studioj gjuhën dhe letërsinë. Po kemi jo që do të dal nga dal mund t'i kthehet edhe vlera dhe interesi të rinjeve për të studiuar. Po, kthehet biles është punuar dhe në katedër, kur them është punuar, unë nuk di sa më lejohet që t'i falenderoj. Patjetër që po. Dy kështu kompanit jashtëzakonisht jam falenderues për ata dhe gjithë katedra, po dhe Fakulteti i Filologjisë, Eftinia Impex dhe Tempo 99, dy kompani të zotit Bajrami Meri dhe të Mexhait Shahini, të cilët besoni kanë bërë jashtëzakonisht një punë të madhe në Fakultetin e Filologjisë, sidomos në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Kam pajisur kabinetet me mobilje të reja, kam pajisur klasat me banka të reja, me karrige të reja, kanë lyer të gjitha klasat, bibliotekën, se ne kemi pas të rregulluar, megjithatë ato arritëm që përmes tyre të shtojmë mundësinë që edhe për libra, sepse kishim shumë libra në bibliotekë, nuk kishim vend ku t'i vëmë. Ata na mundësuan që me mundin e tyre, me angazhimin e tyre, na mundësuan që ne të gjithë librat t'i kemi në vendin e vetë, me thënë t'i rregullojmë në vendin e vetë. Që ka ende njerëz që... Po, ka njerëz human dhe që mund të ndihmojnë. Po, që kontribuojnë për kulturën kombëtare, për kulturën shqiptare. Sfidat më të mëdha, profesor, cilat janë që mendoni se tani më disa nga to i keni të kaluar? Sfidat janë në vazhdimsi, gjithmonë çdo kush që punon, domethënë përballet me gjëra të cilat, po megjithatë duhet të tejkalon, duhet të punohet në vazhdimsi. Tani sfidë më e rëndësishme thash sigurimi i studentëve, sepse duhet të promovojnë programet studimore, duhet të shkohet në përshkolla, një pjesë e madhe e nxënësve
ose janë të angazhuar, ose s'janë, ose vinë, ose nuk vinë në ato tubimet tona që i mbajmë. Po megjithatë jona është që ne tu promovojmë programet tona studimore, sepse kemi jashtëzakonisht programe të mira studimore, ndoshta edhe shumë shpejt do fillohet edhe me akreditimin e programeve të reja. Fakulteti i Filologjisë, domos katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare ka 3 programe studimore, domethënë të 3 ciklet. Desha të them të 3 ciklin e parë ka për studime për pedagog të gjuhës dhe letërsisë. Pastaj kemi në ciklin e parë edhe programin studimor për kthim nga Shqip në Maqedoni Dana Siltas. Kemi në master edhe në letërsi, ciklin e ditë studimeve edhe në letërsi, po edhe në gjuhë, dhe ciklin e tretë studimeve të doktoraturës edhe në gjuhë edhe në letërsi. Domethënë kemi 3 cikle të studimeve, kuptohet në ciklin e parë kemi 2 programe studimore edhe të gjuhës dhe letërsisë, po edhe të përkthimit. Kemi të regjistruar dhe student në përkthim, domethënë kuptohet është numri më i vogël sepse çdo vit ne nëse flasim për palën e kundërt, profesor, ka interesim nga pala e kundërt për ta mësuar gjuhën shqipe? Kohën e fundit është reduktuar numri shumë, si vjet kemi një student Maqedonas, domethënë që studion përkthimin, po që një gjuhën shqipe sepse një kohë të gjatë ka jetuar në Tiranë dhe e flet jashtëzakonisht bukur gjuhën shqipe dhe ka dashur dhe ta studioj dhe vetë është paraqitur, domethënë kuptohet në programin studimor të përkthimit shqip maqedonisht Dana Siltas. Kështu që programet janë të hapura, kemi edhe ditën e hapur ku mund t'i promovojmë. Të gjitha ata që janë të interesuar mund të vinë të regjistrohen, dyert I kemi të hapura. Keni filluar përgatitje kështu për thirrje deri tek maturantët? Po, tani veç është ajo faza e fillimit, njoftimit të maturantëve, komunikimi me drejtorët e shkollave, me profesorët e gjuhës shqipe, gjuhës dhe letërsisë, të paktën që ti motivojnë ata të cilët e kanë pasion dhe duan gjuhën që të vinë të studiojnë në katedrën e gjuhës dhe letërsisë. Këto janë mundësitë tona, programet tona janë publike, shifen, kështu që ata mund të hyjnë në webfaqen e Fakultetit të Filologjisë, mund të hyjnë në webfaqen e katedrës së gjuhës dhe letërsisë, I kanë të gjitha programet dhe veç se mund të marrin informacionet e duhura. Përveç asaj, ne jemi për çdo ditë në fakultet, jemi të angazhuar, mund të na kontaktojnë, të vinë, të bisedojnë, t'ju japim informacioni drejt për drejt. Mjafton vullneti I tyre. Po, mjafton vullneti I tyre. Profesor, nëse flasim për tregun e punës, për këta student që do mbarojnë në Fakultetin Filologjik, sa është menjëherë I hapur tregu I punës për të pranuar dhe për të gjetur një punë stabile? Unë pjesërisht e dhash përgjigjen ku fillova me Paraprakisht, janë mundësitë e mëdha. Janë mundësitë e mëdha, jo vetëm në arsim, ashtu siç e tha. Po, jo vetëm në arsim, po. Shiko, ne kemi nevojë për shembull për të ardhmen se duhet kemi autor që jo vetëm për të punuar në arsim, po ne do të kemi nevojë edhe për autor që do të përgatisë tekstet e gjuhës, tekstet e letërsisë, qoftë për shkollën 9-vjeçare, qoftë për gjimnaz. Jo, ne duhet të përpiqemi që të marrim ata të cilët janë të interesuar dhe e duan edhe gjuhën edhe letërsinë. Mos t'i kanalizojmë drejtimin ose t'i orientojmë se vetëm profesor ose pedagog I gjuhës së sotme shqipe, jo, po që kreativ, aktiv në punën e tij, pa marrë parasysh se ku do të jetë I punësuar që të ndihmojë në arsimin shqip. Programet e reja sa I përshtaten tani edhe kërkesave moderne dhe zhvillimeve të reja, profesor? Shko, tani vetëm se jemi në vitin e 4 këtyre programeve që I kemi dhe në çdo 4 vjet ose 8 eventualisht ne si vjet fillojmë më herët, për arsye se punojmë në bazë të interesave të tregut, në bazë të kërkesave të tregut. Edhe tani kemi filluar veç përgatitjen për akreditimin e programeve të reja, që do të përgjigjet nevojave të tregut. Kuptohet ne bëjmë programe studimore për studentët. Për studentët, jo për kuptohet për studentët dhe për nevojat e tregut, prandaj kemi pasë këto programe kanë nevojë për ndryshim dhe menjëherë do fillojmë si vjet, veç fillojmë me akreditimin e programeve të reja dhe që në vitin 2027-28 veç se do fillojmë me programet të reja studimore, veç jemi në përgatitje e sipër. Profesor, sa është e rëndësishme sot të studiosh albanologji duke ditur që jetojmë në një shtet multietnik? Shumë e rëndësishme është, pse të mos njihemi në mes veti, domethënë jemi dy popull këtu që komunikojmë, flasim, për fat keq flasim me një gjuhë krejtësisht të tretë, flasim anglisht. Në ndërtesën tim aty, po
shoh fëmijët flasin anglisht në mes veti, nuk e din gjuhën e njëri tjetrit. Është mirë që të komunikojmë në gjuhët të cilat fliten këtu, domethënë edhe shqip, po edhe maqedonisht, për që në më korrekt dhe më konkret, po dhe për të njohur përmes kulturës. Ne besoni se nuk njihemi shumë, sepse shumë pak përkthime ndodhin nga letërsia, nga poezia, shumë pak përkthime kemi qoftë nga shqipja në maqedonisht apo nga maqedonishtja në shqip po edhe anasjelltës. Prandaj unë pikërisht edhe kjo tribunë shkencore ishte pikërisht për këtë qëllim, për të pasur një pasqyrë të qartë se si të veprohet në të ardhmen, se harova në fillim të them se në këtë tribunë shkencore e mbajtëm në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore. Po, që kërkifale që harova ta them që në fillim, ne në bashkëpunim me të i konkretizuam temat për çfarë duhet të flasim dhe ishin të gjithë kuptohet ata të cilët morën pjesë me kumtesa dhe u trajtuan shumë kumtesa interesante pikërisht për këtë fushë, përveç respektimit ose përdorimit të drejtë të gjuhës standarde shqipe, qoftë në mjetet e informacionit, qoftë në administrat, përdorimin e drejtë, përkthimin e drejtë dhe kështu me radhë, po mbi të gjitha theksjuvu pikërisht sa njihemi në mes veti përmes kulturës, përmes poezisë, përmes prozës, kuptohet përmes romaneve. Dhe shkrimeve ndryshme. Profesor, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që u bët pjesë e programit tonë këtë mëngjes dhe na dha të gjitha këto informacione të detajuara, më shumë rreth tribunës shkencore që është mbajtur. Unë personalisht, por dhe ju besoj që do e bëni thirrjen deri tek gjithë ata maturantë që tani më ende janë në dilema se ku të regjistrohen. Shembullin e keni te unë, shikues të nderuar, unë kam mbaruar albanologjinë dhe sigurisht që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në profesionin që tani më e drejtoj. Unë, sidomos kur vihet tani për të vendosur, më tepër vihem në rolin e prindit për t'ju ndihmuar, sadopak të gjithë ata cilët kanë nevojë ose kanë dilema se ku do të regjistrohen. Ne nuk i imponojmë, ne i ftojmë, se imponimi është çështje shumë e rëndë, shumë e pandërgjeshme, të thosh po ti do të studiosh kjo. Jo, nëse ta ndjen zemra, të studiosh gjuhën, studioje. Këtë qartë e ke vendosur të me fatin tënë të studiosh ekonominë. Ajo është çështje zgjedhje, dëshirë. Definitivisht. Jo në mënyrë imperative, po kështu ashtu. Jo. Ne duhet të mësohemi se si ti motivojmë të rinë tanë të zgjedhat që donë vetë. Jo të imponojmë. Por që edhe duhet të flitet më tepër, për të kuptuar se vërtet vlen që... Po, ne flasim, komunikojmë, u a them, po jo të flasim dhe veprojmë kundër vullnetit të tyre. Asesi. Po, ne duhet të ndihmojmë atyre, t'ju japim informacionin e dur, të ndihmojmë në çdo situatë ku ata kanë dilema. Po që se duan, ja urdhëron, i kemi programe studimore tona, le t'i shohin janë në webfaqen e fakultetit, kështu që ne përpiqemi që t'ju japim informacionin e dur, po pa imponime. Gjithmonë me vullnetin e tyre, ja thashun, besoni i kemi 10 studentë jashtëzakonisht të mirë që kanë ardhur me vetë dëshirë për ta studiuar Shqipën. Besoni kemi student që ka kryer fakultetin e arkitekturës, po thot e dua gjuhën dhe prej fillimit është student i rregullt, studion gjuhën dhe letërsi. Sa mirë. Po. Sa mirë. Uroj që të shtohen sa më shumë. Ju faleminderit. Ishte shumë kënaqësi që na nisim këtë mëngjes bashkë, profesor. Faleminderit Aida për ftesën, për t'ju drejtuar shikuesve. Respekte. Shumë faleminderit.